dhe ajo çka është më e rëndësishme se kryefjala gjatë muajve në vijim do t'jenë 2 reformat kryesore, ajo administrative territoriale dhe reforma në drejtësi, plotësimi i 5 prioriteteve kyçe ende të mbetura për Shqipërinë, ku më lejoni t'ju informoj se ne po punojmë intensivisht dhe për ngritje në grupeve të punës. Do të vazhdojmë me një nga kërkesat që vijon të vijë nga Komisioni Evropian dhe nga vendet anëtare, siç është reduktimi në kohë i presioneve migruese mbi Bashkimin Evropian dhe ulja e kërkesave të azil kërkuesve. Do të vazhdojë angazhimi i vazhdueshëm i Shqipërisë në bashkëpunimin rajonal dhe marrëdhëniet e mira fësinjësore, si dhe në parafrimin e politikave të sigurisë me Bashkimin Evropian, dhe mbi të gjitha, gjatë gjithë këtij procesi është shumë i nevojshëm dialogu që qeveria shqiptare dhe mazhoranca do të ketë me opozitën, pasi ky është një proces që nuk mund të jetë vetëm i njëanshëm, por i përket të gjithë shqiptarëve dhe unë ftoj edhe një herë opozitën të jetë pjesë e gjithë reformave që kanë të bëjnë me procesin e integrimit evropian. Qeveria shqiptare nuk do të ndalojë asnjë ditë së punuari për procesin e integrimit dhe ne shpresojmë që do të vazhdojmë me ritmet e duhura për hapjen e negociatave dhe për ta çuar Shqipërinë deri në anëtarësim me të drejtat plota drejt Bashkimit Evropian.